Mirë se keni ardhur në këtë bim të Partisë Demokratike të Kosovës, këtu në Gjakovën e historisë të qëndresës dhe të njerëzve punëtor. Sot jemi mbledhur së bashku me besim dhe vendosmëri për të dëshmuar se Kosova meriton më shumë. Si parti shtetëformuese dhe shtendërtuese, me ekipin më të mirë dhe programin më konkret për zhvillimin e vendit, ne jemi gati t'i themi stop krizës dhe bashkë me qytetarët të ndryshojmë Kosovën. Për të hapur këtë mbrëmje, kam kënaqësinë të aftoj në skenë Nikoqirin e këtij tubimi, kryetarin e degës së PDK-s në Gjakovë, zotin Hajdar Beqa. Të nderuar qytetarë të komunës së Gjakovës, antar struktura simpatizant të Partisë Demokratike, shtab zgjedhor, ju falenderoj për këtë tubim madhështor për punën e mrekullueshme që jeni duke bërë çdo ditë përfitoren e Partisë Demokratike. Më lejoni që në emër tuaj ta përshëndesim me një përshëndetje të veçantë mikun ton, kryetarin e Partisë Demokratike, kandidatin për kryeministër të Republikës Kosovës dhe kryeministrin e ardhshëm zotin Bedri Obza. Mirë se ke ardhur zoti Obza në Gjakovë. Të nderuar kandidat për deputet, i nderuar kryetari nismes Social-Demokrate, zoti Fatmir Lima, mirë se ke ardhur Gjakovë e Partisë Demokratike, të nderuar gjithë të pranishmësh kryetar Hoxhaj, duke po ditë tash me emra këtu, s'po veçoj kur kam, se pas kem sekretaren edhe i gjithë këtu që janë edhe Lmia, Xhaviti, po gjithë veç ju falenderoj në emër timin dhe në emër të kandidatëve të Gjakovës. Përshëndetje veçantë kam për kandidatët që vinë nga dega Gjakovës, asambleistin dhe jam i bindur me mbështetjen juaj dhe deputetin e ardhshëm të Kuvendit të Republikës Kosovës, zotin Hysni Muadri. Me numrin 67, se s'ko barru. S'pe i përmendim numrat, pas me lejoni ta përshëndes dhe të falenderoj që ka marrë përgjegjësi për të shërbyer qytetarëve doktoreshën Elvina Syla. Gjithashtu, më lejoni ta përshëndes dhe t'ju uroj suksese. Dy doktoreshat i bojnë nder jo vetëm Gjakovës, po krejt Kosovës me qenë kuvend Kosovës dhe besoj që do t'jenë Diana Shehu Devaja. Kryeministër, zoti Omza, në rrethona normale, nëse shiqojmë ciklin kushtetues, tash nuk do të kishim pas zgjedhje. Tash do të flisshim për projekte, për angazhime, për zhvillim, për integrim, për vende pune, do të flisshim për lidhjen e Gjakovës me rrugët të cilat kanë mbetur në gjys nga viti 2017, të cilat në vend që t'i lehtësojnë jetën qytetarëve, po e rrezikojnë jetën e qytetarëve dhe çdo ditë po humbin jetën qytetarët, siç është rruga që e lidh Gjakovën me Klinën, pastaj me Prishtinën dhe Pejën. Nuk kemi një investim që e lidh Gjakovën me Pejën, nuk kemi investim që e lidh Gjakovën me Prizrenin, nuk kemi asnjë investim nivelit qendror që e lidh Gjakovën me Bjeshtë e Bukra dhe me shtetin ton të përbashkët me Shqipërinë, me Baramcurin. Slogani i Partisë Demokratike është i qelluar për kohën cilën ne po kalojmë si vend, stop krizës. Me të vërtet, njerëzit janë lodh, qytetarët janë lodh. Qytetarët po epin besimin, po ata që po e marrin besimin me projekte pa projekte, me punë pa punë, nuk po kanë as ide, as mundësi, as dëshirë, as vizion për ta shtinë punë për t'ja letuar jetën qytetarëve. Vetëm kene parasysh qytetarët e nderuar.
Nëse një subjekt politik e merr besimin 51% e nuk mu e mon as 80 ditë qeverisjen, për mendimin tim, si kryetari Degës, si kandidat për deputet, si politikan, si ushtari ushtrisë trimtare, si njërin nga djemtë e juaj, për mu nuk ka normale. O duhesh ta kish një projekt dikuj mi bu dom vendit, o duhesh të mshefesh pas diçkajt, se ndoshta ke kry një punë që nuk ka mirë, ka ardhur koha për me implementu, ose nuk po di çka mi thonë ma shumë, nuk mund të thëmë tash je i shitur, por kisha kërku nga ana juaj. Tjeni sa më afër qytetarëve, bisedoni me ta, t'ju tregoni vizionin e Partisë Demokratike, vizionin dhe programin cilin do ta shpalos kryeministri i arshëm i Kosovë, zoti Bedri Homza, dhe t'ju zotojmë qytetarëve se as kandidatët e Partisë Demokratike që janë lista ma mirë, në edhe në Gjakov, edhe në Kosovë, të randej, por as kandidati jonë për kryeministër nuk e she këtë kandidim për vend pune, e she për t'i shërby qytetarëve, e she mision. Ne jemi para dy rrugëve, jemi para stagnimit dhe para zhvillimit. Jemi para izolimit e para integrimit. I kemi dy projekte në Kosovë. Të tjere do t'ju bashkuar njënës, edhe subjekte tjera politike janë të vetëdijshme se kanë më bashku me njërën nga këto dy projekte. E kem një projekt i cili me zgjedhje të 7 qershorit do të ofroj zgjidhje për qytetarët, ai është projekti Bedri Homzës. Dhe kemi projektin e kryeministrin detyrë që fatkeqësisht do ditë pekesh përdor detyren, pekesh përdor paron publike për të bërë fushat, po jo për të mirën e qytetarëve, po për të mashtruar qytetarët i cili po zotohet se me zgjedhjet e 7 qershorit unë do t'ju afroj zgjedhjen shtator, e me shtatorit do t'ju afroj zgjedhjen shkurt e apet zgjedhje. Me këto fiton gjithkush, po Kosova jo, nuk fitojnë qytetarët tonë, njerëzit tonë janë lodhur, po na ik rinia, po na ikin fuqia punëtore, po na ikin njerëzit profesionist, e fatkeqësisht që 6 vite nga Kosova po ik edhe kapitali. Dhe nuk di çka na vyn Kosova as Gjakova pa njerëzi, që na vyn Gjakova as Kosova pa zhvillim ekonomik edhe pa ecje përpara. Unë besoj shumë në vizionin e Bedri Homzës. Pse besoj në vizionin e Bedri Homzës? Besoj se Bedri Homza ka qenë njëri nga bashkëkohëtarët politik, i cili bashkë me Hashim Thaçin ka bërë shumë projekte të mira për Kosovën e për Gjakovën. Ne nuk i kem përmend projektet, se e dim që kem obligim. Po ata të cilës po bojnë kur gjo nuk po përmendin projektet fiktive, projekte jo ekzistente. Gjakov, Bedri Homza, kur ishte minister, ka bërë shumë punë. Bashk me këtë ekip që janë këtu para, duke fillu nga shkolla që jemi këtu, Prenk Jakova, rrugë cilat le lidhin Gjakovën me regionin, e ka kry fazën e parë, tash kanë mbetur aty ku i keni lënë, bashkë me ish ministrin e transportit, zotin Limaj, zotin Hoxha edhe të tjerët të cilët kishin mandat në atë kohë për të shërbyer vendit, ku afru universitetin. Shumë gjëra në këtë vend kanë ndodhur për herë të parë. Të nderuar kolegët luftës, veteran, të ushtrisë trimtare, invalid, familjar të dëshmorëve dhe të martirëve. Ne jo që po na mbështesin, jo që po na ndihmojnë, jo që po na përkrahin. Unë isha deputet dhe nuk na kanë leju as në pagë minimale me fut këtë kategori. Ata të cilët po kërkojnë me marë votin e juve, po ju fynë, po ju përzin me zullumçar. Këtu ka pas shumë zullumçar o kryeministër. Po ata zullumçar prej me ju kena bu keq. Ju kena bu keq
para 27 vite. Ata zullumçor kanë bërë krimen këtu, kanë bërë dhunime këtu, kanë masakru, e kanë lodhë Gjakovën heroike me gjak, të fëmijëve, plezhve, plokave. E ne si të ushtri shtriptore të Kosovës kemë bos zullum në ushtrin edhe në paramilitar të Serbisë edhe aparatin shtetëror të Miloševićit. Edhe do t'ju bojmi zullum edhe tentativa tyre me të ardhe bashkë me rinin, sepse që 27 gjenerata rritën liri dhe nuk e kanë iden që kanë hek brezat, si Najt Hasani, e të tjerë, me ardhë deri këtu, adem, kanë hynë në përburgje, kanë 20 vjetë, kanë hynë për, janë vra krejt familja, janë zhduk, janë masakru, e sot ata të cilët kanë qenë paramilitar në Gjakov të Bush Jakupit thonë, ne jemi heroj e këta janë tradhtar, po populli e din kush janë heroj e kush janë tradhtar. E tërë Gjakova janë heroj. E ata të cilët e mashtrojnë Gjakovën, e mashtrojnë Kosovën janë tradhtar. Une nuk kunala për projekte, e di që kryeministri do të na i thot projektet, po Gjakova ka nevojë shumë. Ka nevojë fillimisht me gjuhën e urrejtjes që na ka hy këtu me dikush me ardhë me na ndihmu me dalë nga këta, nga kjo mundet vetëm institucionet. Institucionet përbojnë përçarjen. Institucionet po shtin përçarje këta dhe ata. Kush janë këta e kush janë ata. Edhe këta dhe ata jemi na, sepse tonë bashkë kemi ardhur deri këtu. Ne na vyn një unitet, na vyn një bashkim qytetar, na vyn një qeveri e fortë, e cila don, din dhe mundet mja kthy Lavdin edhe Gjakovës dhe Kosovës. Unë jam i bindur, besoj fuqishëm, që me 7 qershor, qytetarët e Gjakovës, qytetarët e Kosovës, do ta përkrahin zhvillimin, do ta përkrahin ecjen përpara, do ta përkrahin kryeministrin ton Bedri Homza, i cili do ta nxjerrë Kosovën nga ky hendek. Do ta përkrahin Bedri Homzën, i cili do t'i forcoj urat, edhe me Bashkimin Evropian, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ne mundem me bu çdo gjë, po nuk mundem me arrit qëllimin ton si shqiptar pa Amerikën edhe pa Shtetet e Bashkimit Evropian, të cilët na kanë përkrahur çdo hap me ardhë deri këtu. Andoj, une këtë vete shoh të rëndësishme për vendin, e shoh se qytetarët nuk kanë interes të kemi zgjedhje çdo 3 muaj. Jam i bindur se me 7 qershor qytetarët do të votojnë Partinë Demokratike, numrin 125. Ai numër, çdo vot për numrin 125 ja bojmë një argat këtij vendi. Çdo numër, çdo vot për numrin 125 e vendos edhe leton, edhe i liron themelus të shtetit me 20 korrik. Bashkëluftëtarët ton, bashkëpartijakët ton, Hashim Thoçin, Kadri Veselin, Recep Selimin, Jakub Prasniqin, dhe pastaj ata të cilët u dënuan, Coli dhe Pjetri. UÇK, Thoçi. Edhe faleminderit shumë, tashti llogarit ku jena. Vota për Bedri Homzën, me 20 korrik, mundet më vanu 2-3 ditë, kryeministri jonë, bashkë me shokët e Hashimit, të Kadris, të Jakupit të Tres, me votin e juaj, do të presin në aeroport, kurse ata tjeret do të mundohen që t'i lojnë atje, sepse nëse e shiqojmi rrugën, që shka nërë dhe i këtu, nuk kemi shka me analizu ma shumë. Andoj edhe njerë, po kërkoj, angazhim, për Partinë Demokratike, për Gjakovën, për Kosovën, dhe për kryeministrin ton Bedri Homza, i cili do të na bëjë gjithë dhe krenar me punë dhe me projekte. Faleminderit shumë, edhe njerë jam i bindur kryeministër që me 7 qershor do ta festojmë nga Gjakova e deri në Kaçanik. Faleminderit shumë, urime.
dashur aktivist dhe mbështetës të Partisë Demokratike të Kosovës. Gjakova ka qenë gjithmonë një qytet i rëndësishëm i Partisë Demokratike të Kosovës dhe një kontribuese e çmuar në rrugtimin ton për ndërtimin dhe zhvillimin e shtetit. Edhe në këto zgjedhje, Gjakova i jep Partisë Demokratike të Kosovës kandidat me integritet, përvojë dhe përkushtim, të cilët do ta përfaqësojnë me dinjitet qytetin e Gjakovës dhe qytetarët e saj. Kam kënaqësinë t'ju prezantoj kandidatët tamë për deputet nga Gjakova. Me numër 28, Hajdar Beqa. Me numër 41, Elvina Syla. Me numër 67, Hysni Muhadri. Me numër 84, Diana Shehu Devaja. Le t'i përshëndesim me një duartrokitje të madhe dhe që urojmë suksese në garën për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Të dashur qytetarë të Gjakovës, të nderuar të pranishëm, po afrohemi te momenti më i rëndësishëm i kësaj mbrëmjeje. Kosova sot ndodhet përballë sfidave të mëdha. Për ta ndalur krizën dhe për ta rikthyer vendin në rrugën e zhvillimit, duhet dije, përvojë, kompetencë, integritet dhe vizion. Këto cilësi më shiron kandidati ynë për kryeministër, njeriu që ka dëshmuar me punë e rezultate se di ta udhëheq vendin drejt suksesit. Ftoj në skenë kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeministrin e ardhshëm të Kosovës, zotin Bedri Hamza. I nderuari kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, Dega Nexhakov, miku im i dashur, zoti Hajdar Beqa, të nderuara struktura udhëheqëse të Partisë Demokratike të Kosovës, i nderuar zoti Fatmir Limaj, të nderuara kandidate dhe kandidat për deputet të Republikës Kosovës, veprimtar të çështjes kombëtare, familje dëshmorëve, invalid, veteran, zonja dhe zotri, gjithë ju të pranishëm. Është nder dhe emocion i veçantë që sonte jemi bashk në Gjakovë. Në Gjakovën historike, në qytetin e atë dhe dashurisë, sakrificës dhe luftës për liri. Në qytetin e kulturës, artit dhe muzikës. Në qytetin e punës dhe inovacionit. Pro sot jemi në Gjakovë, në qytetin që i dha figura të mëdha kombit në çdo etapë të historisë sonë. Nga Suleman Vokshi e Bajram Curri, te Ali Podrimja, te Kit Dervishi dhe deri te heronjët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Përmet Vula, Elton Zherka, Yll Morina dhe shumë heroj e dëshmor e martir të tjerë. Dje ishëm në Ferizaj, sot jemi në Gjakovë. Gjatë këtyre ditëve kemi qëndruar gjithandej Kosovës. Dhe është një konstatim i përgjithshëm që njerëzit jenë lodhur nga kriza. Prandaj, mesazhi ynë është i qartë: stop krizës, ndrysho Kosovën. Kosova sot ndodhet në një krizë politike, shoqërore, ekonomike, krizë shprese, dhe kjo krizë sigurisht se
ka një shkaktar dhe ka një adresë. Shkaktar i kësaj krize është Zoti Kurti dhe qeveria aktuale, që 6 vite të arrogancës, konfliktit dhe mungesës së rezultateve, që 6 vite ne ndëgjojmë arsyetime, që 6 vite ne ndëgjojmë propagandë, që 6 vite ne ndëgjojmë viktimizim. Qeverit moten me rezultate mas mandatit 4 vjeçar. Këta janë qeverisë 6 vjetë. Kisha pas dëshirë që sonte bashkë me juve, me i numru projektet dhe me një konstatim të fund, me gjithat ka pas mundësi mu bo ma shumë. Fatkeqësisht, nuk e kam këtë mundësi. Ku është rruga Dolç Gjakov? Ku është rruga Prishtin Pej? Ku është rruga Prishtin Gjilan? A u përfundu rruga Prishtin Mitrovic? A ka përfundu Hekurudha, Honi Elezit, Leposaveq? So shkolla, so qerdhe, so e nrit pagat, so e nrit pensionet, so përmisu gjendja në shëndetësi, so është përmisu gjendja në arsim, so njohje treja, so antarësime. Kusht Kosova sot në procesin e integrimit B? Ku janë raportet e Kosovës me misht? Kemi arrit deri në atë pikë kush ndërprej edhe partneriteti i dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, unë jam i bindur që me përkrahjen e juaj dhe gjithandej Kosovës, kjo do të ndalet dhe Kosova do ndryshon sepse ka potenciale. Kosova nuk ka nevojë për drama politike. Kosova nuk ka nevojë për polarizime. Kosova nuk ka nevojë për arrogancë politike. Fatkeqësisht, Zoti Kurti, në mungesë të rezultateve, sulmon gjithçka që nuk mendon si ai. Sulmon opozitën, sulmon bizneset, sulmon mediat, shkon deri në atë pikë që i sulmon edhe partneret ton strategjik. Këto nuk janë zgjedhje për një politikan. Këto janë zgjedhje për ju. Prandaj Partia Demokratike e Kosovës garon me një program të qartë që i adreson prioritetet dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës. Me një ekip e cila garanton zbatimin e këtij programi. Sot familjet janë lodhë në Kosovë. Janë lodhë sepse nuk janë gjendje t'i paguajnë faturat e energjisë, kredit, ushqimin, shkollimin për fëmijë. Pensionistet detyruan me zgjedh, a mi ble bornat, a me lon diçka për ushqim, qysh me mbjetu. Pacientet, mungesë të bornave, mungesë të kushteve, vinë në situatë ku detyrohen që të pajtohen edhe me matë keqen ka njëherë, për shkak se fëmijët e tyne nuk kanë mundësi apo familjarët t'i qojnë dhe t'i trajtojnë jashtë vendit. Programi i Partisë Demokratike qëndron në disa shtylla. I bindur jam që nuk ka shtet të qëndrueshëm dhe arsim, shëndetësi, çdo fushë tjetër pa ekonomi të qëndrueshme. Prandaj ne do ta zhvillojmë ekonominë. Ne nuk flasim me përbuzje ndaj bizneseve. Ne nuk i sulmojmë bizneset, sepse ata janë njerëz të mirë. Ata punojnë për veti, punojnë për familjet e tyre, punësojnë njerëz, paguajnë paga, paguajnë tatime. Prandaj ne do të krijojmë kushte dhe klimë të përshtatshme për biznesin. Ne do ta kryjmë reformën e pagesës të TVSH-s. Tu shoh që ka edhe biznesmen suksesshëm. Ju drejtohem biznesmenëve, ndërmarrësve, sepse pagesa të TVSH-s në kufi është një borë ron për biznesin. Ja ngarkon likuiditetin, ja rrit koston e operimit. Ne do t'i stimulojmë me grante gjitha bizneset prodhuese dhe bizneset fillestare 30% të investimit.
Ne do t'i lirojmë gjitha pagat deri në nivel prej 500 eurove për pagesës tatimit, me qëllim që njerëz të paguajnë më pak tatime dhe të kenë më shumë para në xhep. Sigurisht se do t'i mbrojmë përveç bizneseve, që do t'ju krijojmë edhe financim alternativ përmes tregut kapitalit, bursës, rritjes kapitalit dhe fondin për garantimin e kredive. Ne do t'i mbrojmë edhe punësuarit në sektorin privat. Do ta themelojmë gjykatën e punës, që lënt nga marrëdhënia e punës të trajtohen në procedurë shpejt dhe pa vonesa. Do ta krijojmë fondin prej papunësisë, që t'i mbron punësuarit në rast falimentimit në ndërmarrje dhe 6 muaj. Paga do të jetë 80% e pagës të fundit. Përveç pjesës ku ndikon në rritjen dhe zhvillimin ekonomik, sepse ne shohim që buxheti do të rritet nga rritja ekonomike, jo nga ngarkesat, jo nga toksat. Vim të mundësia që me i rrit pagat. Po, Partia Demokratike e Kosovës ka me i rrit pagat 50% për gjithë punësurit në sektorin publik. Dhe këtë, në fillim të mandatit, dhe jo njëherë, na nuk jemi kundër që t'ju ndihmohet qytetarëve të Republikës Kosovës. Çdo përkrahje ndaj tyre është një ndihmë. Po qytetarët e Republikës Kosovës kanë nevojë për ndihmë të përhershme. Nuk mjafton nëse ti ke ndihmuar maj, edhe ke ndihmuar në fushat zgjedhore, edhe ke abuzuar me paranë publike, edhe ke kriju pabarazi në garë. Çka në mujnë qershor? Çka mujnë korrekt? Çka në mujnë gusht? Njerëzit ka nevojë për paga dhe pensionet e dinjitetshme, të parashikura dhe të qëndrueshme në vazhdimsi. Prandaj do të rrisëm pagat 50%, do të rrisëm pagat 50%, pensionet 50%. Gjitha llojet e pensioneve, edhe për familjet e dëshmorëve, edhe për invalidët e luftës, edhe për veteranët, edhe për pensionistët kontributantë, edhe pensionistët e moshës dhe gjitha llojet e pensiones, dhe në qeverisjen tonë, mandatin e ardhshëm, nuk do të ketë pension më të ulët se 300 euro. Ju siguroj dhe ju garantoj. Shëndetësi për pacientët. Borna mjaftueshme për të smut me smundje kronike. Plotësim i listës esenciale të bornave. Sistemin e sigurimeve shëndetësore. Nuk mjafton me pas ligjin për sigurimet shëndetësore. Është mirë me pas ligjin. Është baza, po ligji është mëti. Po sigurimet shëndetësore s'kan fillu. Prandaj ne do të fillojmë zbatimin e sigurimeve shëndetësore, ku pacientë tonë do të kenë mundësi që të trajtohen edhe në sektorin publik, edhe në sektorin privat, edhe kur ka nevojë trajtime jashtë vendit, pa mendu për koston e shërimit, sepse tek e fundit shëndeti nuk është privilegj. Shëndeti është nevojë, është domosdoshmëri dhe pa popullsi të shëndosh nuk mund të ketë as ekonomi të shëndosh. Arsimi, na kem nevojë që kem një sistem arsimor që prodhon kuadra për nevojat e ekonomisë së tregut. Jo njerëz pajisen me diploma dhe mos kenë mundësi të gjejnë punë. Mësimi dual, digitalizimi i sistemit të arsimit, kurikula moderne, fond për bursa, 30 milion vitin e parë, që studentët tonë mos me ngel pa i kry studimet për shkak të kostos financiare. Sigurisht se Kosova ka nevojë për investime në energji dhe në infrastrukturë. As një kapacitet të ri energjetik. Për më tepër, kjo dhe ju ka konvenu po duket, se miliarda euro importet energjisë elektrike kanë ndodhur gjatë 4-5 viteve të fundit. Me çfarë çmimi është ble energjia elektrike? So ka kushtu transmisioni i energjisë elektrike? Afera në fushën energjisë elektrike, afera të rezervat shtetërore, qindra tendera një burimor, pa konkurrencë. Çka bie kjo? Edhe po dëshmohet, sot po dalin faktet. Po thot, hajde ulemi në tavolinë,
operatori ekonomik një rënën, institucioni në anën tjetër, dhe i bojmë pazaret. Qeli ata tendera, qeli letishe qytetari Kosovës, sepse kanë të drejt me ditë qysh penzohet paroja Kosovës. Kapacitetet reja energjetike, edhe mbi bazën e thëngjillit, edhe gasi, edhe energjia ripërtretshme. Lidhja autostradave, autostradës Arbër Xhaferi, prej Banullës, te Lipjani, drejt Ndule, me autostradën e Kombit. Pse njerëz prej Shkupit, prej Kaçanikut, prej Ferizajt, prej Lipjanit, me ardhë me ngarku Prishtinën, fush Kosovën, Kosovën qendrore, del Ndul, kyqet në autostradë dhe vazhdon për Shqipëri. Te pjesa e integrimeve evropiane, te migracioni, unë ja tham një dhonë shqetësuese. Kosova po zbrazet. Kjo gjendje do të ndryshoj. Kosovë do të krijon kushtet që trejat dhe trit të kenë vendet punës dhe të munden me ndërtu jetën e tyre në Kosovë. Mbi 250.000 qytetarë, 4-5 vitet e fundit, kanë kërku leje qëndrimi për herë të parë në vendet e BE-s. Nëse ne hupum rinin, që është aseti kryesor, Kosova e ka perspektiven e zymt. Procesi integrimeve, Kosovës po i vje kufiri BE-s, kufi me Shqipërinë. Kene me shku me pashaport. Ka me pas aty të shkruan mbi shkrimin. Qytetarët e BE-s dhe pashaportat tjerë. Na kena më detyru me hite pashaportat tjerë. Për me ndërprej kjo gjendje, për me thos stop krizës, ndrysho Kosovën, do të me ndodh një gjë. Do të me mobilizu na fort. Do të me punu fort. Do të me punu çdo ditë. Do të me fol me të gjithë. Unë jam i sigurt që votat e PDG-s këtu janë. Po ju keni shok, keni miq, keni familjar. Spjegon jam, pse do të me ndryshu Kosova? Pse mundet me ndryshu Kosova? Unë jam optimist. Kosova ka shpresë. Kosova ka njerëz. Kosova ka potenciale. Po Kosova ka një qeveri që do kriza dhe drama. Zoti Beqa e përmene. Hobi ka kryeministri aktual dromat edhe krizat. Jeton me to. A sot flet, jo për me i stabilizu institucionet, jo me dho vendit institucione, po flet për zgjedhjet e ardhshme. Dhe mungesa stabilitetit politik e damton edhe zhvillimin ekonomik dhe fusha tjera. Unë jam krenar, që shini gjithë jo, jam tepër i lumtur, që i takoj një partije politike që është familja politike Partia Demokratike e Kosovës. Jam krenar, ju jam falendërues gjithë bashkëpunëtorëve të mi, kolegëve të mi, që unë jam kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe jam kandidat për kryeministër. Po, është privilegj, po të jeni të bindur edhe të bindur është përgjegjësi e madhe. Është tepër përgjegjësi e madhe me udhëheq një parti politike që kanë themelu burra dhe gra, që para viteve të tëra, dekadave të tëra, nuk e kanë pas prioritet veten. E kanë pas prioritet lirin dhe shtetin e Kosovës. I takoj kësoj partije që ka qenë kryetar Hashim Thaçi e Kadri Veseli. Që sot, liderët tonë, miqtë tonë, ballavaçohen pa drejtësisht në një proces. Në një proces që u du me besu në drejtësi. Do ta ketë, nëse i referohemi fakteve ka drejtësi, veç një epilog, vendimin lirus. Prandaj, sot ju lus që të punojmë fort, që Partia Demokratike fiton dhe liderët tonë t'i pret me fitore
shpejt në Kosovën e tyre, Kosovën e lirë, shtetin e Kosovës, familjen e tyre dhe në Partinë Demokratike të Kosovës. Urime fitore, suksese, na prifte mbora. Faleminderit shumë.